Së pari, padyshim që gjithë kemi pranuar që avancimi i procesit integrimit evropian në Shqipërisë ka ardhur për shkak të gjeopolitikës, për shkak të luftës në Ukrainë, padyshim që vëmendja e Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor është rritur, procesi i zgjerimit gjithashtu dhe përshpejtimi i këtij procesi. Raporti i Barit, i cili u miratua tashmë, ishte një proces mjaft rutin, por që fatkeqësisht për shkak të shumë pengesa, shumë pikpyetjeve që ngritën vendet e Bashkimit Evropian u vonuan mbi 6 muaj, por jo vetëm, janë çështje në këtë raport, të cilat mbi 33 kushte, të cilat tashmë Bashkimi Evropian ka bërë një skaner të plotë të situatës në cilën ndodhet Shqipëria dhe padyshim do të ndalesha në 3 momente. Së pari, mund të themi që një nga reformat më të mëdha që ka bërë kjo qeveri është padyshim thellimi i reformës së korrupsionit. Pra është një qeveri e korruptuar, nëse deri dje thuhej në raportet e Bashkimit Evropian për hapja e korrupsionit është shumë e madhe, tashmë kërkohet nga Bashkimi Evropian një luftë e pandalshme, por jo vetëm, konkrete ndaj korrupsionit, përmendet fakti i imunitetit gjithashtu dhe keqardhja e Bashkimit Evropian në rastin e bllokimit që ka ndodhur ndaj imunitetit të ish-zëvendës kryeministres me 83 mandatet e kësaj qeverie dhe padyshim mesazhi është që të zbatohen absolutisht standardet e Komisionit Venecias kur flitet për heqjen e imunitetit dhe luftën ndaj korrupsionit ndaj zyrtarëve të lartë. Pra ka vënë kushte shumë të forta për avancimin mëtejshëm të procesit integrimit evropian. Mos flasim gjithashtu që thotë që në parlament nuk mund të kalojnë akte normative të jashtëzakonshme në ndryshimin e buxhetit apo goditjen që i bëhet PPP-ve, koncesioneve e tjera me radhë. Pra patjetër që shtylla kryesore është lufta ndaj korrupsionit. Pastrimi i parave gjithashtu. Jemi kthyer në një lavatriçe të pastrimit të parave dhe tashmë BE-ja kërkon ndryshime në legjislacion, forcim të legjislacionit për sa i përket pikërisht pastrimit të parave të pista në ndërtim apo në fusha të tjera të ekonomisë, pasi çfarë ka bërë ky pastrim parash ka bërë një ekonomi që nuk prodhon, një ekonomi të përqendruar në duart e disa personave, një ekonomi ku 70.000 apartamente janë bosh në Tiranë, por metri katror është shumë i shtrenjtë dhe çiftet e reja absolutisht nuk mund të aksesojnë, pra ka dëmtuar absolutisht ekonominë e vendit, ka lënë fermerët pa mbështetje, edhe vjedhja e fondeve tipart gjithashtu. Pra pastrimi i parave është absolutisht një fenomen dhe një këmban alarmi në skanerin që ka bërë Bashkimi Evropian. Pjesa tjetër padyshim kriminaliteti, narkotrafiku. Kemi një situatë ku narkotrafikantë kryejnë tendere, janë në drejtim të shumë prej aferave, mos flas për Akshin apo mega afera të tjera, ke deputet sot të cilët nuk justifikojnë dot votat sepse janë mbështetur nga grupet kriminale. Mjafton të analizojmë zgjedhjet e fundit të përgjithshme ku padyshim ato skenat në Vorë ku deputet u përplasën me banda dhe krimin e organizuar. Gjithashtu zgjedhjet janë dalur shumë në këtë raport dhe shprehet padyshim patronazhimi, shprehet Partia Shtet edhe shumë probleme të tjera. Pra është një skaner i gjithë situatës. Padyshim që